Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Shtetet e Bashkuara drejt anullimit historik të 200.000 vizave për azil kërkues. Administrata e presidentit Donald Trump po përgatitet të ndërmarrë atë që mund të bëhet anullimi më i madh i vizave në historinë e Shteteve të Bashkuara, sipas Associated Press deri në 200.000 shtetas të huaj që kanë hyrë ose kanë pasur viza biznese dhe turistike B1, B2 dhe më pas kanë kërkuar azil në SBA mund të preken nga këto masa. Dokumentet e Departamentit të Shtetit siguruara nga Associated Press tregojnë se plani nuk ndryshohet ose nuk bllokohet ligjërisht, atëherë autoritetet pritet të njoftojnë të ardhshme anullimin e vizave B1, B2 të lëshuara nga viti 2016 deri 2026 për persona që kanë kërkuar ose kërkojnë azil. Procesi po koordinohet me Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott tha se autoritetet po identifikojnë shtetas të huaj që kanë ardhur në SBA duke deklaruar se janë vizitor afatshkurtër, por më pas kanë paraqitur kërkesë për azil për qëndruar përgjithmonë. Sipas tij, numri përfundimtar i anullimeve mbetet ende i ndryshueshëm. Megjithatë, anullimi i vizës nuk do thot automatikisht deportimi minjershëm. Personat që janë në çështje azili ende në shqyrtim mund të vazhdojnë procedurat përkatëse, por nuk do të konsiderohen më si mbajtës të statusit vizitorit për biznes apo turizëm. Administrata Trump argumenton se sistemi i azilit nuk mund të përdoret si mënyrë për të anashkaluar ligjet e migracionit. Zëvendësi sekretari i Shtetit Christopher Landau deklaroi shërbej si rrugë anashkaluese për personat që hyjnë me vizë turistike e më pas kërkojnë qëndrim të përhershëm. Masa është pjesë e një politike më të gjerë të administratës Trump në forcimin e kontrollit për vizat e migracionit. Vetëm gjatë 18 muajve të fundit, Departamenti i Shtetit ka anulluar 175.000 viza. Shtetet e Bashkuara rrisin tarifat për automjetet dhe çelikun kanadez. Trump nuk kemi nevojë për Kanadan. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se tarifat amerikane për automjetet, pjesët e automjeteve dhe çelikun që importohen nga Kanadaja do të rriten në 50% duke nisur nga 1 janari 2027. Vendimi vjen pas dështimit negociatave tregtare mes Washingtonit dhe Ottawës. Trump e bëri njoftimin përmes një postimi në rrjetet sociale kur theksoi se produktet e prodhuara në territorin amerikan nuk do t'i nënshtrohen këtyre tarifave. Prodhojnë në SBA dhe tarifa do të jetë zero. Kanadaja nuk si një shtet, shkroi Trump. Presidenti amerikan akuzoi gjithashtu Kanadën që prej vitesh ka përfituar në mënyrë të padrejtë nga marrëdhëniet tregtare me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, tarifa që Ottawa ka vendosur ndaj fermerëve dhe produkteve bujqësore amerikane ka dëmtuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Kanadaja ka plaçkitur Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vite me radhë, deklaroi Trump, duke cilësuar situatën si të paqëndrueshme. Ai vijoi me kritika ndaj Ottawës duke argumentuar se Kanadaja është shumë e varur nga tradhtia me SBA sesa Shtetet e Bashkuara nga Kanadaja. Ne nuk kemi nevojë për Kanadan, Kanadaja ka nevojë për ne, tha presidenti amerikan. Rritja e tarifave pritet të thellojë dhe më tej tensionet tregtare mes dy vendeve pas ndërprerjes së bisedimeve për arritjen e një marrëveshje tregtare. Presidenti i Shtetit të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar të mërkurën se nuk beson se lideri suprem i Iranit Ayatollah ka vdekur, pavarësisht se ai nuk është shfaqur shumë kohë që prej fundit të shkurtit. Në intervistë Trump tha se Khamenei është plagosur rënd në sulmin ku vra babai i tij, po sipas presidentit amerikan nuk ka vdekur. Ai u plagos shumë rënd në sulmin që vrau të atin, por nuk mendoi se ka vdekur, u shpreh Trump. Gjatë intervistës, presidenti amerikan foli edhe për vizitën e drejtorit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë. Trump e cilësoi udhëtimin se një vizitë rutinë, por la hapur mundësinë që nga takimet me zyrtar rus të ketë dalë disa pika konkrete. Diçka mund të ketë dalë nga bisedat e John Ratcliffe me zyrtarën të inteligjencës ruse në kryeqytetin rus, tha Trump. Për sa i përket luftës në Ukrainë, presidenti amerikan theksoi se objektivi i tij mbetet përfundimi i konfliktit. Ne duam që Ukraina të lufta në Ukrainë të mbarojë, deklaroi ai, duke mohuar se vizita e Ratcliffe në Moskë kishte lidhje me Iranin apo me kërcënimet ruse.
Meta godetet fort në SBA, marrëveshje deri në 18 miliard dollar. Meta ka arritur një marrëveshje të madhe jashtëgjyqësore me shtetet amerikane për t'i dhënë fund një betejë ligjore mbi ndikimin e Facebookut dhe Instagramit tek fëmijët dhe adoleshentët. Marrëveshja që duhet të miratohet nga gjykata federale parashikon pakesa deri në 18 miliard dollar dhe kufizime të reja për përdoruesit e mitur. Sipas marrëveshjes, Meta do të paguajë fillimisht 12.7 miliard dollar për programe që synojnë sigurinë e të rinjve në internet. Shuma mund të rritet në 5.3 miliard dollar të tjera në YouTube, nëse YouTube dhe TikTok miratojnë politikat ngjashme. Pagesat do të shpërndahen gjatë 10 viteve. Meta është angazhuar të kufizojë Infinite Scroll dhe të vendosë kufi përdorimi për 2 orësh në ditë të kufizojë aksesin e të miturve nga mesnata deri në orën 6 të mëngjesit. Njoftimet do të aktivizohen gjatë natës, gjithashtu pritet të kufizohen filtrat e bukurisë dhe shfaqja e numrit pëlqimeve, ndërsa do të forcohet verifikimi i moshës dhe kontrollet prindërore. Çështja u ngrit nga 29 shtete amerikane, të cilat akuzuan Metan se algoritmet e saj nxisin përdorimin kompulsiv dhe dëmtonin mirëqenien e të rinjve. Disa shtete kishin kërkuar rreth 200 miliard dollar dëmshpërblim. Meta nuk ka pranuar fajësi dhe vazhdon të kundërshtojë pretendimet se platformat e saj shkaktojnë varësi. Katastrofë në kufirin mes Nepalit dhe Tibetit, mbi 160 persona të vdekur dhe më shumë se 1000 të zhdukur. Një katastrofë e rëndë natyrore ka goditur zonën e kufirit mes Nepalit e Tibetit, ku një masiv ujë i balte dhe akulli ka përfshirë komunitete të tëra, duke shkaktuar më shumë se 160 viktima dhe mbi 1000 persona të zhdukur. Mes personave që rezultojnë të zhdukur janë qindra turistë dhe pelegrinë nga vende. Ngjarja e rëndë ndodhi të mërkurën, ku shëmbja e masave në një zonë me lartësi të madhe shkaktoi një përmbytje të menjëhershme dhe intensitet të jashtëzakonshëm. Rrjedha e fuqishme e ujit baltës dhe akullit zbriti me shpejtësi të madhe në Lugina, duke marrë përpara shtëpi, ndërtesa, shumë kaqe, ura, rruga, automjete dhe infrastruktura energjetike. Pamjet e publikuara nga momenti i katastrofës tregojnë një masiv të madh uji dhe balçi që përparon drejt zonave të banuara, ndërsa banorët përpiqen të largohen me shpejtësi për të shpëtuar. Disa prej tyre nuk kanë mundur të arratisen dhe janë marrë nga rrjedha e fuqishme e baltës. Demokratët në Komisionin e Drejtësisë të Dhomës së Përfaqësuesve kanë zgjeruar hetimin ndaj Jared Kushner, dhëndit të presidentit Trump, duke përfshirë projektin e tij për një resort luksos në Bregdetin shqiptar. Në një letër raportuar nga MS Now, kongresmeni demokrat Jamie Raskin kërkon nga Kushner dokumenta dhe komunikime që lidhen me miratimin dhe shqyrtimin e projekteve i përfshirë kontaktet me qeverinë amerikane dhe shqiptare. Raskin ngre gjithashtu pyetjen nëse veprimet e Kushnerit duhet të shqyrtohen në kuadër të ligjit amerikan për praktikat e korruptuara jashtë vendit. Hetimi lidhet edhe me shqetësimet e demokratëve për një konflikt të mundshëm interesi mes rolit diplomatik të Kushnerit dhe drejtimit të firmës së investimeve Affinity Partners. Kushner njoftoi se në vitin 2024 planet për një resort në Bregdetin shqiptar. Projekti është përballur me protesta dhe kundërshtime për çështje pronësie, ndikimin e mundshëm në midis dhe raportimet për incidente në zonën e zhvillimit. Shtëpia e Bardhi hodhi poshtë akuzat, duke deklaruar se aktivitetet private të biznesit të Kushnerit janë të ndara nga angazhimet diplomatike. Affinity Partners u themelua nga Kushner në vitin 2021 dhe ka tërhequr miliarda dollar investime nga fondet sovrane të shteteve të Gjirit, përfshirë Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara. Demokratat aktualisht që nuk kanë shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve dhe përredhoi kanë mundësi të kufizuara për ta detyruar Kushnerin të dorëzojë dokumentat e kërkuara. Kosova jep shtetësinë Joe Dioguardit dhe bashkëshortes së tij. Ish kongresmeni amerikan Joe Dioguardi dhe bashkëshortja e tij, aktivistja Sheri Klois Dioguardi, janë tashmë zyrtarisht shtetas të Republikës Kosovës. Dekretet e shtetësisë u dorëzuan gjatë një ceremonie të veçantë nga ushtruesja e detyrës presidentes Albunena Haxhiu. Haxhiu e cilësoi këtë si një nder të veçantë, duke vlerësuar kontributin shumë vjeçar të çiftit Dioguardi për Kosovën. Për sot ju jeni edhe qytetarë të saj, mirë se të vini në shtetin tuaj të dytë, deklaroi ajo. Sheri Klois Dioguardi kujtoi angazhimin e disa dekadave të tyre për çështjen e Kosovës përmes Albanian American Civic League. Ajo veçoi vizitën e Joe Dioguardit në Beograd në vitin
1989 përpjekjet e tij për sensibilizimin amerikanë mbi represionin e regjimit të Slobodan Miloševićit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Sipas saj, ky angazhim vazhdoi deri në shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008 e mëtej, përfshirë përpjekjet në Hag në mbështetje të shqiptarëve të Kosovës. Xho Dioguardi nga ana e tij foli për rrugën e vështirë drejt krijimit të shtetit dhe sfidat e sotme. Ka që ndërlikuar ishte të krijojë një shtet i ri, shtoi ai. El Sayed kërkon mbështetjen e muslimanëve shqiptar. Kandidati demokrat për senatin amerikan në Michigan, Abdul El Sayed, është takuar me komunitetin musliman shqiptar në Michigan në qendrën islamike shqiptare, ndërsa po zhvillon fushatën për një prej vendeve më të rëndësishme në senatin amerikan. El Sayed fitoi nominimin demokrat me 4 kusht, duke mposhtur kongresmenen Haley Stevens dhe duke siguruar një përpallje me republikanin Mike Rogers në zgjedhjet e 3 në ai do të bëhet muslimani i parë në historinë e Senatit Amerikan pas fitores në zgjedhjet paraprake. El Sayed ka nisur të zgjerojë koalicionin e tij përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Takimi i tij me komunitetin musliman shqiptar në Michigan është pjesë e kësaj përpjekje. Antarët e komunitetit kanë thënë se një fitore El Sayed mund të japë një zë më të fuqishëm në Washington. Takimi erdhi në një shtet ku komuniteti musliman shqiptar ka një histori të gjatë. Albanian American Muslim Society u themeluan në Detroit në vitin 1945, ndërsa institucionet muslimane shqiptare kanë vazhduar të shërbejnë komunitetin në zonën e Detroitit me dekada. Michigani ka një prej komuniteteve muslimane më të mëdha me ndikim politik në Shtetet e Bashkuara, duke bërë mbështetjen e votuesve musliman të rëndësishëm në këtë garë. El Sayed, 41 vjeçar, ka lindur në Detroit në një familje emigrantësh nga Egjipti, është mjek i zyrtar i shëndetit publik, ndërsa më herët ka drejtuar të shërbimeve njerëzore në Wayne County dhe kanë kandiduar për guvernator të Michiganit në vitin 2018. Fushata e tij për senatin përqendrohen në çështje si Medicare për të gjithë, kufizimi i ndikimit parave të korporatave politike, të drejtat e punëtorëve, shëndetësia dhe siguria ekonomike. Mbahet festivali folklorik mbarkombëtar Rapsha 2026 në Vitoj të Tuzit. Festivali mbarkombëtar i folklorit të Rapsha 2026 Malësi e Madhe filloi me 21 gusht dhe zgjati 3 net, ku prezantuan rreth 20 grupe artistike nga gjithë trojet shqiptare. Padyshim se ky festival është ndër organizimet më madhështore kulturore shqiptare dhe në një ambient të mrekullueshëm të rregulluar nga dora vullnetare e vendasve, derisa nata e parë pati karakter prezantues dhe u përshëndet nga autoritetet e vendit dhe organizatorët. Në natën e dytë festivali, për sa i përket organizimit dhe mbështetjes së mërgjimtare, domos atyre nga Michigani dhe Amerika, bëri që ky manifestim i jashtëzakonshëm që ruan promovon dhe përcjell brez pas brezi vlerat kombëtare të arrijë një lartësi të madhe arti, duke lënë pas vetes edhe një publik të shkëlqyeshëm dhe atë në një ambient fantastik natyror për të rregulluar mjeshtërisht nga duart e vullnetarëve të shoqatës Rapsha dhe të banorëve vendës. Ndaj dhe shoqata kulturore artistike Rapsha dhe gjithë pjesëmarrësit për këtë ngjarje të madhe kulturore meritojnë një notë shumë të lartë. Përshëndetin në emër të shoqatës, kryetaria e shoqatës Rapsha, zonja Gentiana Junçaj, duke thënë i nderuar nënkryetar i Kuvendit Malizi Nikol Came, i nderuar kryetari i komunës së Tuzit Lindon Gjelaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar përfaqësues të ambasadave të Shqipërisë, Kosovës, të Malit të Zi, të nderuar personalitetet të kulturës së artit, të nderuar drejtues shoqatave e ansambleve, të dashur artistë, këngëtar, vallëtar, instrumentistë, të dashur miq që keni ardhur nga gjithë dhe motra nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, Malësia dhe diaspora shqiptare, zonja dhe zotërinj të dashur bashkombës, mirë se erdhët në Malësi, mirë se erdhët në Rapsha 2026. Sonte nuk jemi mbledhur thjesht për të hapur një festival, jemi mbledhur për të hapur një kujtim, një trashëgimi, për të vënë një urë që lidh të shkuar me të tashmen, vendlindjen dhe diasporën, këngët e të parëve dhe zëret e prezave të rinj, një urë që lidh Malësinë me gjithë trojet e trevat shqiptare, ndërsa mbrëmja e dytë e grupeve artistike nga trojet etnike dhe nga Mërgata, madje edhe ajo nga Michigani i Shteteve të Bashkuara. Kënaqësi veçantë ishte kënga dhe loja e fëmijëve, sidomos atyre që kishin ardhur nga Shtetet e Bashkuara. Dhe ky edicion i 7 i radhës së festivalit që mbahet
çdo 5 vite u kremtua me sukses. Shkolla Shqipe DFW në kuadër të Texas, Komiteti Shqiptar Amerikan të Texasit i fton të regjistroni fëmijët tuaj në vitin shkollor. Mësimi fillon të dielën me 23 gusht në orën 11. Paraditet e janë të mësojmë, më ruajmë dhe të përcjellim së bashku tek brezat e ri gjuhën dhe kulturën traditat tona shqiptare, thuhet në apel. Një njoftim tjetër për regjistrimet të vitin mësimor 2026-27 nga Alba Live në New York. Kanë filluar pra regjistrimet për mësimin e gjuhës shqipe në vitin e ri akademik në rrjetin e shkollave shqipe Alba Live në New York. Ky vit mësimor është i veçantë sepse në 7 mars 2026 do festohet me madhështi 20 vjetori i televizionit të shkolla shqipeve Alba Live. Mësimi do zhvillohet si zakonisht në shkollat publike amerikane në adresat e orarëve të viteve të mëparshme. Në qytetin State Island mësimi zhvillohet të premteve 4:36. Në qytetin Brooklyn mësimi zhvillohet të premte 10:06, në qytetin e Bronxit mësimi zhvillohet të shtunave 10:30 deri në 1. Në Christopher Columbus High School në qytetin Queens mësimi zhvillohet të premteve nga ora 5:30 deri 7. Në shkollën publike PS 88 në Albany, kryeqyteti i shtetit New Yorkut, mësimi zhvillohet të premteve nga ora 5:30 deri në 7 në adresën 329 Sand Creek, Albany, New York. Për nxënësit që nuk mund ta ndjekin dot mësimin në këto shkolla, ka edhe mësimi online për gjuhën shqipe të premteve nga ora 5 deri në orën 6 pasdite. Tragjedi në familjen shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Zjarri në banesë u merr jetën 3 fëmijëve, 4 persona të tjerë në gjendje kritike. Një tragjedi e rëndë ka goditur një familje shqiptare në Jacksonville të Floridës, ku 3 fëmijë kanë humbur jetën pas një zjarri të fuqishëm që përfshirë në orët e para të mëngjesit të së mërkurës me 26 gusht. 4 persona të tjerë, 2 fëmijë dhe 2 të rritur janë dërguar në spital në gjendje kritike. Bilanci është konfirmuar nga shefi i departamentit të zjarrfiksëve të shpëtimit në Jacksonville, Percy Golden. Zjarri shpërtheu në orën 5:15 në një banesë dyqaçe në Wingate Drive, pranë Old Station Augustine Road, ku zjarrfikësit mbritën vendngjarje. Kati i parë ishte përfshirë nga flakë, ndërsa kati i dytë ishte mbushur me tymë të dendur. 2 të rritur dhe 2 fëmijë kishin mundur të dilin nga banesa përpara mbritjes së zjarrfiksave. Gjatë kontrollit ndërtesës, ekipet e shpëtimit gjetën 3 fëmijë të tjerë pa shenja jete. Zjarri u vu në kontroll në orën 5:40, por banesa u shkatrua dhe u shkantuan dëme dhe 2 njësive fqinj. Të afërmt familjes kanë konfirmuar për mediat lokale se familja ishte me origjinë shqiptare. Në vendngjarje kanë mbritur edhe qyshit e fëmijëve Alia dhe Lari. Pamjet e publikuara nga media tregojnë Alia dhe celularin duke qarë pranë banesës së nipërve të saj, ndërsa ngushëllohen nga të afërm dhe persona të afërm me familjen. Edhe Artan Sululari është fotografuar në vendngjarje teksa përpiqet të marrë informacion për fatin e familjarëve. Shkaku i zjarrit nuk është përcaktuar ende dhe mbetet në hetim nga autoritetet amerikane. Beyond the Runway, Leida Troci, moda shqiptare në New York në mbështetje të kërkimeve kundër kancerit. Më 12 shtator, New Yorku do të mirëpres spektaklin Beyond the Runway, një event që ndërthur modën, artin, muzikën dhe një mesazh fuqishëm solidariteti. Nismëtarja Leida e ka konceptuar spektaklin duke u nisur nga përvoja e saj personale e trajtimit të kancerit. Beyond the Runway synon përcjell grave një mesazh shprese dhe kurajo. Jeta vazhdon dhe pas sfidave të rënda dhe ëndrat mund të kthehen në realitet. Për Leiden, pas çdo veshje që do prezantohet në pasarel qëndron një histori dhimbje, sakrifice, buzëqeshje dhe suksesi. Një element i veçantë i aktivitetit do të jetë silent auction, ku një prej fustanëve do të ofrohet në ankam. Të ardhur do dedikohen Memorial Sloan Kettering Cancer Center për të mbështetur kërkimet shkencore kundër kancerit të gjirit. Spektakli do të jetë gjithashtu një identitet të fortë shqiptar. Shumë prej veshjeve përmbajnë
punimet racionale me dorë që ndisë element realizuara me grep, ndërsa janë përdorur dhe teknika natyrale të ngjyrosjes së polurave. Në koleksion janë integruar punimet të dhuruara nga nëna kushurirat dhe një ish mësuese e Lejdës, dhe ekipi organizator është pothuajse tërësisht shqiptar, duke bashkuar profesionistë, studentë dhe miq që kanë mbështetur atë gjatë trajtimeve. Bashkimi bën fuqinë, thot ajo, duke konsideruar Beyond the Runway jo vetëm një sfidë, por një dëshmi e forcës, solidaritetit dhe vlerave shqiptare në New York. Sokol's Garden, kopshi shqiptar në Londër që u bë histori në BBC. Një kopsht prej vetëm 50 metra shkatror në Londër është kthyer në një histori frymëzuese, për mira ndjekës dhe tashmë edhe në libër. Sokol's Garden, More Time in the Garden, Less Stress in the Life, me tekst e fotografi nga Sokol Peja dhe Ben Morgan, u botua si buk në gusht të këtij viti. Historia e kopshtit të Sokol Pejës nis shumë herët në Shqipëri kur ishte 8 apo 9 vjeç dhe ju lut nënës t'i blinte disa lule, megjithëse familja kishte pakta ardhura dhe kopshi përdorej kryesisht për siguruar ushqim. Kujtimi i nënës duke u jitur ato lule e shoqëroi për dekada dhe u bë frymëzim për kopshin që më vonë krijojnë në Londër. Sot në vetëm 50 metra katror Sokoli kultivon ullinj, limon, fiq, 26 trëndafila, qindra lule, madje ka dhe një pellg për pesh. Një mimoze formuar prej tij në trajtën një shqiponjës tukrenare sjell në kopsht edhe simbolikën shqiptare. Historia mori një dimension të ri kur vajza e tij Ana nisi të publikonte në Instagram video nga kopshti. Këshillat dhe pasioni i Sokolit të roqën njëra ndjekës duke krijuar atë që ai e quan Flower Family. Kopshti të roqë më pas me mendjen e BBC Gardener's World, ekipi i cili kaloi 2 ditë e gjysmë duke filmuar historinë dhe metodat e tij të kultivimit. Libri nuk synon të jetë vetëm një manual kopshtarie. Mesazhi i Sokolit është më i thjeshtë. Mos prisni të keni një kopsht të madh apo kushte ideale. Filloni me një vazo, një lule apo një far. Për Sokol Pejën, më shumë kohë mes bimëve do thot më pak stres, më shumë dashuri për jetën. Kopshti i tij dëshmon se edhe në zemër të Londrës, në një hapësirë të vogël, mund të shndrohet në një copë. Skanderbeg, Eagle of the Mountains. Patrik Berisha, drejtor i Linoa AI Studio në Zvicër, ka prezantuar për gazetën Dielli projektin Skanderbeg, Eagle of the Mountains, një serial kinematografik me 8 episode kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i cili është realizuar tërësisht me inteligjencë artificiale. Berisha tregon se projekti lindi rreth 6 muaj më parë kur ai dhe partneri i tij vendosën të investonin fondet personale për të shfrytzuar mundësinë e teknologjisë AI. Zgjedhja e Skënderbeut lidhet me mungesën e një produksioni të madh modern për heroin kombëtar shqiptar prej më shumë se 70 vitesh. Synimi afatgjatë është krijimi i trilogjie filmash, secilit paktën 90 minuta. Sipas Berishës, inteligjenca artificiale u jep studiove të pavarura mundësi të realizojnë projekte që dikur kërkonin ekipe të mëdha e buxhete shumë të larta. Megjithatë, ai thekson se realizimi i një filmi me është as i thjeshtë dhe as i lirë. Linoa ka investuar tashmë një shumë 5 shifrore për të garantuar vazhdimsimin e personazheve, ambienteve dhe cilësinë vizuale. Një rëndësi e veçantë është kushtuar edhe saktësisë historike. Seriali mbështetet në ngjarjet, betejat, aleancat dhe zhvillimet politike të dokumentuara, ndërsa dialogët dhe disa situata dramatike përdorin lininë artistike të nevojshme për një produksion kinematografik. Pas përfundimit të sezonit të parë, Liona synon të sigurojë rreth $500,000 financim përmes investitorëve, crowdfunding ose një kombinim të tyre. Kush është parukieria shqiptare që i prejo flokët Hamlet? Hylli i Manchester Cityt, Erling Haaland, u bë një pjesë e një momenti tepër viral në rrjetet sociale përpara sfidës së parë të kampionatit në Bournemouth. Sulmuesi norvegjes postoi një video ku shfaqet duke prerë. Më pas Haaland shfaqet duke telefonuar Pep Guardiola dhe Zlatan Ibrahimovicin dhe të dy ata u surprizuan nga ky veprim i norvegjezit. Gjithsesi, artistja e kësaj vepre ishte një parukiere shqiptare. Ajo është Juliana Ademi, e cila gjithashtu ka postuar videon ku i pret flokët e tij. Media serbe në Athens, në finale na pret bokseria e Kosovës.
Donjeta Satiku, krenaria e Kosovës, është gati për finalen e madhe të boksit në lorat mesatare Taranto 2026. Donjeta, një emër i frikshëm për boksierën ruse që po përfaqëson Serbinë, Kristina Kukulova. Kulova në finale do të përballet me Donjeta Satikun, përfaqësuesin e Kosovës, ka shkruar media serbe Kurir. Gazeta serbe Politika provokon rënd shtetin e Kosovës, një ruse që lufton me flamurin serb mposhti një franceze në vendim të gjyqtar me rezultatin 3-2. Kulova do të luftojë për medaljen e artë Satikut, një përfaqësuese të ashtu quajturës Kosovë, zgarravit ky medium. Portali tjetër serb Press ka shkruar me nervozizëm, Kulova lufton për medaljen e artë kundër Donjeta Satikut. Pas kualifikimit për finalen e lojrave mesatare, Kristina Kulova do të garojë për medaljen e artë kundër Donjeta Satikut, përfaqësuese së Kosovës. Një lajm i hidhur për botën e artit në SBA, shuhet në moshën 80 vjeçare legjenda e muzikës country Dolly Parton. Dolly Parton u nda nga jeta në moshën 80 vjeçare dhe ceremonia e varrimit është kryer. Dolly Parton, një nga figurat më të njohura të muzikës country amerikane, ka ndruar jetë në moshën 80 vjeçare. Lajmi për vdekjen e këngëtares e kompozitares u bë i ditur nga nipi i saj, Brian Seaver, përmes një postimi në Instagram. Parton, e cila la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore, shkroi qindra këngë, regjistroi që arritën vendin e parë në SBA, ndërsa 47 albumet të saj u renditën në 10 më të mirë të muzikës country. Dy prej këngëve më të famshme, Jolene dhe I Will Always Love You, thuhet se u shkruan brenda së njëjtës ditë. Kjo e fundit fitoi famë botërore dhe përmes interpretimit të Whitney Houston në filmin The Bodyguard, e lindur në një familje të varfër me 12 fëmijë në Tennessee. Parton nisi të këndonte në kishë që në moshën 13 vjeçare u paraqit në Grand Ole Opry. Pas përfundimit shkollës mesme u transferua në Nashville, ku ndërtoi një karrierë që zgjati më shumë se 6 dekada. Përveç muzikës, Parton pati sukses edhe si aktore, fitoi 10 çmime Grammy. Ai u dallua gjithashtu për veprimtarinë filantropike, duke dhuar më shumë se 150 milion libra për fëmijët dhe miliona dollar për projekte shëndetësore dhe arsimore. Në vitin 2020, Parton dhuroi $1 milion kërkime për Covidin që kontribuan për Moderna. Me Dolly Parton largohet një prej ikonave më të mëdha të muzikës amerikane. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhan fund kronikës son informative. Miru takofshi.